Horoskopi ditor e hënë 26 maj 2025. Dashi, ditë mjaft e trazuar kjo e sotme për të dashuruarit. Bëni kujdes, mos përballkoni xheluzinë e partnerit, sepse gjërat do ju ndërlikohen edhe më tepër. Beqarët duhet të jenë më të disponueshëm ndaj ftesave që do ju bëhen, sepse vetëm kështu do e gjejnë princin e kaltër. Në planin financiar do keni si objektiv kryesor përmirësimin e të ardhurave dhe do ja arrini qëllimit. Demi, marrëdhënia në çift do fillojë të përmirësohet ndjeshëm sot. Do i sqaroni dhe mosmarrveshjet që keni pasur. Beqarëve do ju buzëqesh fati më në fund. As ata nuk do ndihen më vetëm. Përkundrazi, do kenë në krah një person me shumë vlera. Mërkuri do ju udhëheq në planin financiar. Do jeni të kujdesshëm me çdo lloj shpenzimi dhe nuk do hidhni hapa të nxituara. Binjakët, fali influencës mjaft pozitive të yjeve edhe çiftet që kanë pasur zënga të forta do pajtohen gjatë kësaj dite. Do rigjeni paqen dhe harmoninë që ai shumë keni kërkuar. Beqarët më në fund do takojnë dikë me të cilin jo vetëm që do fillojnë një histori dashurie, por ajo do jetë afatgjatë. Në planin financiar do jeni me fat dhe nuk pritet asnjë lloj problemi. Gaforja, mundohuni me sa keni mundësi që ta ruani sa më të fortë komunikimin dhe bashkëpunimin në çift gjatë kësaj dite. Vetëm në këtë mënyrë do shmangni edhe debatet. Beqarët do jenë të shpërqendruar dhe nuk do dinë çfarë të bëjnë më parë. Financat duhen pasur më në vëmendje se kurrë më parë. Gabimi më i vogël mund t'ju kushtojë shtrenjtë. Luani, po e larguat rutinën, do e shpëtoni lidhjen sot, ndërsa po vazhduat të bëni të njëjtat gjëra si më parë, do keni probleme goxha të mëdha. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme dhe me disa takime interesante. Shfrytëzojeni sa të mundni, ditë e favorshme edhe për sektorin e financave. Me pak mundim do arrini të stabilizoni situatën dhe do ndiheni të qetë. Virgjëresha, marrëdhënia në çift do thellohet edhe më tepër gjatë kësaj dite. Do filloni të bëni plane me ato që keni në krah dhe madje do filloni të bashkëjetoni. Beqarët nuk do jenë në humor të mirë për të filluar lidhje. Do vazhdojnë lidhjen e tyre normale. Në planin financiar do hidhni hapa të pamenduara mirë dhe situata mund të përkeqësohet. Tregohuni të kujdesshëm. Peshorja, dita do jetë e mbushur me sensualitet dhe emocione të forta sot. Do ndiheni mirë në krahët e partnerit tuaj dhe nuk do dëshironi të shkëputeni për asnjë çast. Beqarët nuk do duhet të fillojnë menjëherë një histori dashurie pa i njohur mirë personat. Saturni do ju ndihmojë në planin financiar të rigjeni më në fund ekuilibrin e shumë kërkuar. Akrepi, do kaloni shumë momente të lumtura gjatë kësaj dite dhe do dëshironi ta shfrytëzoni ditën deri në sekondën e fundit. Disa do marrin edhe vendime, të cilat do ndryshojnë rrjedhën e jetës. Beqarët do kërkojnë pafund dije, por mundësitë do jenë të pakta. Në planin financiar, tregoni realist dhe mos shpenzoni më shumë se sa u amban xhepi. Shigjetari, ju që jeni në një lidhje nuk do mund të parashikoni dot asgjë sot. Partneri do mundet t'ju surprizojë gjithkohës dhe do ju bëjë të ndiheni mirë. Beqarët nuk do fillojnë histori dashurie afatgjata, megjithatë do ndihen mirë edhe duke biseduar me disa persona të njohur rishtazi. Ndikimi i Mërkurit do jetë si thik me dy presa në planin financiar. Kujdes me çdo shpenzim. Britsjapi, do keni shumë kundërshtime me partnerin tuaj sot dhe kjo do përkeqësojë gjendjen mes jush. Nuk do mundeni dot të qetësoheni dhe të flisni qetësisht. Ju të këshillojnë të qëndroni pak larg njëri tjetrit. Beqarët ka shumë mundësi të fillojnë një lidhje serioze me personin që kanë takuar para disa kohësh. Mund të kenë ndonjë tronditë të vogël për shkak të disa shpenzimeve që do kryeni. Ujori, nuk do tregoni shumë të sinqert sot me atë që keni në krah, dhe kjo do sjellë mosmarrveshje të mëdha. Gënjeshtrat vërtet i kanë këmbët e shkurtra. Beqarët nuk do jenë me fat dhe do mbeten me të njëjtin status si disa ditë më parë. Në planin financiar do bëni shumë përpjekje për ta stabilizuar situatën dhe për të pasur edhe përmirësime. Peshqit,
Do keni diskutime të gjata me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe në fund do merrni edhe një vendim me rëndësi. Do jeni të dy në humor të mirë. Beqarët do kërkojnë gjatë gjithë kohës, por edhe kur të gjejnë disa persona, nuk do kënaqen me karakteristikat që ata kanë. Në planin financiar do përballeni me probleme goxha të mëdha, të cilat do duan kohë të zgjidhen.